Nën kontraktorët e angazhuar nga kompania Mapco Construction në projektin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës janë drejtuar me një peticion zyrtar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, institucioneve mbikëqyrëse, organeve ligjzbatuese dhe mediave kombëtare. Në peticion ata kërkojnë ndërhyrjen urgjente institucionale ndaj asaj që cilësojnë si bllokim të palishëm të punimeve dhe cënim të drejtave të punëtorëve dhe nën-kontraktorëve të përfshirë në këtë projekt. Sipas dokumentit, situata e krijuar ka sjellë ndërprerjen e punimeve, bllokim fizik të hyrjes së punëtorëve në kantier, shkeljen e kontratave në fuqi, cënimin e të drejtave të mbi 200 punëtorëve, si dhe dëmtimin e interesit publik dhe të një projekti strategjik kombëtar. Nën-kontraktorët pretendojnë se pas një vendimi gjyqësor të marrë në mënyrë të njashme, kompetencat e administrimit të shoqërisë koncesionare via SHPK janë transferuar subjektit minoritar 2A Group, duke kufizuar sipas tyre të drejtat e aksionarit të shumicë Mapco Construction. Në vijim të këtij vendimi, sipas peticionit, 2A Group ka emëruar administratorin Vegim Hoxha, i cili akuzohet nga nën-kontraktorët se e ka ndërmarrë veprime që kanë bllokuar hyrjen në vend punishte të punëtorëve të Mapco dhe të nën-kontraktorëve të angazhuar në projekt. Nën-kontraktorët kërkojnë që institucionet shtetërore të ndërhyjnë menjëherë për të garantuar vijimin normal të punimeve, respektimin e kontratave, si dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve të përfshirë në ndërtimin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës.